أصحاب الفضيلة بارك الله فيكم وفقكم الله. Grije manat, tri posta po. Grije manat, dobro. Ku të shkoj? Gjirojsh, no. Şu që mirë. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Hina kamerën. اسمع من باشا انفق من باشا هاي ما السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مصري زيك مصري. السلام عليكم. Dole starqit me unë. Assalamu alaikum. Të nderuar vëllezër, Hiqëm pak, ju lutem ta e kjo. për qetësi e gjithë respektin më të madh për të respektuar delegacion të lartë. Unë si shqetësi jemi në xhami dhe do përgatit të falim namazin e akşamit. Nderori këtari bashkësisë këtare Islam, Reisul Ulema, Gjafis Qekilet Kamtar, shumë i respektojnë misafirin i veçantë sonte i tetovës, besimtarët të tetovës, i xhamis, tonë nga imami i Qabes Madhueshme, Dr. Majed Vajtli. Gjithashtu prezente kemi edhe ekscelencin e tij, ambasadorin e Saudisë në Republikën e Shqipërisë dhe shumë misafirë të lartë. Do të kemi deri që sonte imami i Qabes Madhueshme të na prinë namazin e akşamit në këtë xhami dhe për shkak të agjendës që ka të ngarkuar dhe takimeve dhe bisedave që duhet të zhvillojë me autoritetet më të larta të tetovës dhe të bashkisë shqiptare, menjëherë pas faljes së akşamit namazit të akşamit farzit,
do të vazhdojë imami me këshilla që do të na drejtohet neve, kështu që sunetet e namazit të akşamit edhe dhikret edhe tesbihet do t'i bëjmë më vonë në mënyrë individuale. Por mos ne prishur protokollin e rrjedhën e imamit të nderuar, pra do të veprojmë në këtë mënyrë. Prandaj nuk mund gjenet asgjë tjetër përveç se në emër të Muslimisë së Tovës, në emër të gjithë besimtarëve të Tovës dhe në emër të këtij xhamati këtu që janë prezent, falenderoj Reisul Imam që është edhe sekretari i organizimit të kësaj vizite këtu në Maqedoninë e Veriut të këtij delegacioni të lartë. Ta falenderoj shumë nga zemra imamin e nderuar doktor Mahinin dhe inshallah vazhdon edhe matej të na vizitojnë edhe hera tjera. Gjithashtu ta falenderoj edhe ambasadorin e Arabisë Saudite dhe sigurisht që edhe qeverinë e Arabisë Saudisë që në programin e tyre kanë vendosur që të bëjnë vizita këtu te ne për xhamatin ton musliman. Allah i razi, faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft, imam i nderuar dhe juve të gjithëve besimtarë të nderuar që jeni sonte këtu prezent, me respektin më të madh, me qetësinë dhe tërbien që i takon besimtarëve të Tetovës, ta presim misafirin e ta përcjellim mënyrën më të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.